Një raport voluminos prej 413 faqesh i kontrollit lartë i shtetit konstaton se Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor vazhdon të jetë një institucion i përfshirë në skema abuzive, mashtruese dhe praktika korruptive që dëmtojnë drejt për drejt shëndetin e qytetarëve. Sipas auditit, problemet strukturore kanë vijuar pavarësisht arrestimeve sporadike, denoncimeve publike, kontrolleve të shpeshta dhe ndërrimit të drejtuesve, plot 11 drejtor në 13 vite. Raporti evidenton se Drejtoria e Kontrollit pranë Fondit ka shmangur verifikimin e datave të skadencës së barnave në depot farmaceutike, duke krijuar kushte për mbajtjen dhe qarkullimin e ilaçeve të skaduara. Mungesa e dokumentimit të këtyre të dhënave e bën të pamundur vlerësimin real të disponueshmërisë së barnave dhe zbatimin e detyrimeve kontraktuale. Auditimi hedh dritë edhe mbi konfliktin e interesit gjatë drejtimit të fondit nga Spartak Zeqa, i arrestuar më vonë nga Prokuroria e Tiranës për skema mashtruese me rimbursimin e barnave. Hetimet zbuluan fatura dhe inventar fiktiv për barna të rimbursueshme. Raporti konstaton gjithashtu ndryshime kontratash të bëra qëllimisht për të kufizuar kontrollin ndaj depove dhe farmacive, për zgjedhje selektive të subjekteve për auditim, mungesë barnash në farmacitë spitalore, si dhe mangësi serioze në sistemin e depo, ku janë regjistruar dalje fiktive dhe shpërndarje të barnave spitalore në rrjetin e hapur. Pavarësisht shkeljeve të rënda dhe dëmeve financiare, penalitetet e parashikuara në kontrata nuk janë zbatuar, duke reflektuar dobësi të theksuara në kontrollin e brendshëm dhe mungesë vullneti institucional për garantimin e sigurisë farmaceutike.